deputet, ka një shprehje që kush harron historinë është i detyruar ta përsërisë atë. Për fatin e keq apo të mirë, një pjesë e juaja nuk e ka njohur atë kohë, atë histori dhe atë marrëdhënie. Dhe kur duart trokisni nuk dini se çfarë duart trokisni. Për më tepër kur në këtë sallë në vend që të bashkohemi, ndajemi për një gjë që ka të bëjë me interesin ton kombëtar. Në qoftë se doni ta dini, një kom, një qëndrim është qëndrimi i kësaj mazhorance. Kërkesa e zotit Berisha e kësaj djate për të njohur pavarësinë e Kosovës dhe shtetin e Kosovës. Bashkëpunimi me çdo qeveri të Kosovës pavarësisht të majt apo të djathtë me këdo lider të Kosovës. Po le të vijmë tek çështja. Ky kuvend jo vetëm duhet flasë për genocidin, por duhet shtoj në këtë rezolut për genocidin edhe lirimin e menjëhershëm të liderëve të UÇK-s, sepse janë pjesë e historisë që po përpiqet shtrembrohet pikërisht për t'i kthyer viktimat në kriminal dhe kriminalet në viktima. Unë kam pasur nderin që i kam njohur personalisht Hashim Thaçin, Jakub Krasniqin, Kadri Veselin, edhe po ashtu Recep Selimin. I kam njohur dhe jam krenar dhe më bën nder. Zoti Mediu, fjala nuk është procedurë. Ju lutem ktheuni te procedura, për ndryshe do t'ja jap fjalën. Edhe një herë për procedurë kam. Deputeti tjetër që ka shkuar fjalën procedurë, nuk është procedurë. Se procedurë më të rëndësishme për këtë kuvend, zoti kryetar, se që në momentin e parë të jemi të gjithë së bashku në një qëndrim për genocidin serb dhe për lirimin e drejtuesve të UÇK-s nuk mund të ketë ky parlament më të rëndësishme. Por më lejoni ta them edhe një herë, ne duhet ta marrim këtë qëndrim sot. Jo në fund, por tani, se nuk mund na ndaj asnjë gjë, asnjë qëndrim politik në raport me këtë çështje. Po le të kuptojmë edhe realitetin që jetojmë. Ne nuk mund të jemi në krah të UÇK-s dhe udhëheqësve të saj dhe në krah tjetër partner me Vučićin. Sot Shqipëria dhe shqiptarët, kombi shqiptar kanë dy kundërshtar. Ai është Vučići dhe regjimi i tij, Putini dhe regjimi i tij. Prandaj këtu jemi të ndarë dhe të qartë në qëndrimin që marrim. Dhe për sa i përket pyetjes se ku do jemi ne, jo si deputet, jo si politikan, por si qytetar do jem kudo, jo për tribun për të marrë kredo, po kudo ku flitet për Kosovën, kudo ku flitet për lirinë e liderëve të Kosovës, Hashim Thaçi, Recep Selimi, Kadri Veseli edhe Jakub Krasniqi. Absolutisht nuk të pyes ty Taulan Balla, do jem ku është Kosova, do të jem dhe nuk marr leje, as nga ty, as nuk kërkoj që të më ftosh ti në çështje që kanë bëjë me Kosovën. As e ke ditur, as e di ku është Kosova. Zoti Balla për replikë. Se e kam ruajtur, po s'po e mbaj dot më. Për replikë ose përmend emrin. Me qenë se ju bëra një kronologji të gjithë shka keni bërë për ta dëmtuar Kosovën, vetëm 28 ditë pas shpalljes pavarësisë Kosovës, hodhët në Ergërdecin, të dy bashkë. Faleminderit. Zoti Klevis Balliu për procedurë. Zoti kryetar, procedura jepet me njëherë, sepse lidhet me atë që po ndodhte. Nenin 50 që keni vënë këtu dhe keni ndryshuar rregulloren bashkë me këtë partnerin e Suel Qelës.